Jam fajtor, di vetëm fajtor, por kërkoj falje se jam konë shumë gjendje shqetësuese. Po doj me ditë kë kush e ka shty me bon këtë postim kaq denigrues. Qësë të kam fyu shtinë që ndorë Kosovës edhe mu si person vetë të zikëtojve të nëmës si malit luftit. Unë në shkollës që në është e vërdet, kam qenë burg në Hagë, 3 vjetë e disa muj. A di për shka të këna thirë, sër? A dim për çka të kam thirë? Po. Tash këna me të morë shënimet personale, a jetë në kuptu? A jetë në mi? Tar veç kam me të pyt për emër, mbi emër, shënimet personale. A mund është me orë dhe që ko për para me, në tje falë? Aja po më. A jetë kënë dëgju? A po më një qka po folje? Pak. A do mu përgjeç ka të pyte une, ki drejtë dhe mus me foljes, a do mu përgjeç po? Pytni qka di, qka mundë me mje. Tash dëgjoha të akuzën, po më lecu prokurorja. A jetë në kuptu? Dëgjohet. A mund është pak me... Po. Gjykatës themelore në Prishtinë, dera në Dremas, i parashtrojmë akt akuz kundër të pandehurit Ekrem Abdullahu me të dhëna personale si në shkresat e lëndës. Sepse ekziston dyshimi bazuar mirëse me datë 03/06/2026 rreth orës 13:10 minuta, i pandehuri Ekrem Abdullahu përmes rrjetit social Facebook me qëllim të shkaktimit të fiksimit dhe ankthit, seriozisht e kanos të dëmtuarin këtu Hysni Bucati në atë mënyrë që në një fanpage në rrjetin social Facebook me emrin Diaspora në krye ishte postuar një foto e të dëmtuarit me mbishkrimin. Prokuroria heton Hysni Bucati mori rrogë për 19 vite si sekretar shkolle pa shkuar në punë. Ku më pastaj i pandehuri përmes rrjetit social personal të tij në Facebook me emrin Ekrem Abdullahu kishte shkruar komentin me fjalët: "Këtë derë duhet pushkatu, me çraste i dëmtuari ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij." Me këtë ka kryer vepër penale kanosja nga 181 paragrafi 2 Kodit Penal. Ekrem, a ke kuptuar të akuzën? E kuptoj. Unë kom shkru... Dëgjëm, musukut. Ta jap mundësi. E një vetëm fajtor, apo deklarohesh i pa fajqën? Jam fajtor, di vetëm fajtor, por kërkoj falje se jam konë shumë gjendje shqetësuese. Fajqim tash pritu pa. Dëgjëm pritis pa. A kuptoj se me pranimin e fajsis, ka dhe pasoja, ka dhe dënim. A kitë kjorë? Po. A i në të kërë po pranimin e fajsis njërë vullnetare? Vullnetarisht, a për pranu fojnë njërë vullnetare? Vullnetarisht, a jetë kjo pranu fojnë? Po. Edhe nuk është nëj rezultat i përdërimit nëj force, kërsnimeve apo premtimeve. Njërë vullnetare për pranu fojnë, është ashtu? A jetë nuk kuptu? Okej, prokurore, fajtosh me një fajsis? Nuk e kundërshtojmë pranimin e fajsis nga këtu i pandehurin Ekrem Abdullahu, pasi që pranimi i fajsis është bërë vullnetarisht nga ana e të njëjtit. Edhe pse Të dëmtuarit, i akuzuari e ka pranuar fajsin, edhe pse i akuzuarit pranon fajsin, ky fakt nuk mund ta minimizoj rrezikshmërinë nuk mund ta minimizoj kësaj vepre penale. Pranimi i fajsisë mund të konsiderohet si rrethon lehtësuese, por nuk mund të zbet peshën e kërcënimit. Po paraprakisht ne po dojmë ditë për mu deklaru për pranim të fajsisë, po dojmë ditë kë kush e ka shty me bon këtë postim kaq denigrues. Ne nuk mund pajtuar me pranim të fajsisë pa e marrë qëtë deklarim nga i akuzuari. Për faktën se ne do deklarohemi. A e ka shtyr dikush, apo e ka kryer vetëm? A e ka shtyr dikush? Të dhëmë përqimin për pranimin e fajsisë këtë fazë procedurës. Dhëmë përqimin në këtë fazë procedurës. Në këtë aspekt, gjyqtari vetëm gjykus konstaton se i akuzuari kupton natyrën pasojë e pranimit të fajsisë, se pranimi i fajsisë bëhet më tërësh nga akuzuari, dhe pranimi i fajt nuk është rezultati i përdërimit të forcës, kërcënimi apo premtime. Pranimi i fajt mbështetet në fakt si përmban ata akuza, dhe se akta akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore se pranimi faktike.
isha bashkë me advokatit, ju e patë edhe vetë, profesorin i cili mu ka kërcënu dhe më fynë, po edhe më thotë që unë e marrë pak që 19 vite pa punu fare në shkollë. Kjo që është pa vërtet, unë është pa qëndrueshme, unë jam në drejtësisë, këtë rast, edhe drejtësia do të merret me këtë personin. Ky s'është i pari, do të thotë unë kam ngritë shumë padi dhe tjera padi që në ditit vjen ta shëntarë ata pi Gjermanie, pi Austria, pi vende ndryshme, që së të kam fyu ushtrinë qendror të Kosovës edhe mu si person vetë atë zgjitoj veteranës si invalid lufte. Kështu që kjo unë isha bu ftis çdo veterani apo çdo invalidi, ata që të ndi vetën fym, këta persona, të cilët qyme në shantazhu dhe me shaj lutën, bujmë padi. Nuk kem nevojë mes vetit fjallosëm, po të bëjmë padi se cili veteran apo se cila familje e dëshmorit edhe invalidit. Unë kam bo padi edhe në Zvicër, ty njoftoj, kam bo në Gjermani në Dortmund. Njën është nga Skenderaj, tjetër është nga Malisheva, fshatit Bubavec, kështu që kam bo padi edhe para ta dy personat. Me ato në Gjermani kam informacion se që kanë ka policia gjermane, pura aksesuar nuk e di, ai do të vjen këtu, kështu që pres me ato sa më shpejt po ato dhe më sqaru çka e kumbuone. Ky kam ata tokë pasunin 300 hektar tokë, edhe punën në shkollë tonë është e vërtet, kam qenë në Burg në Hag, 3 vjet disa muaj, ju e dini, edhe unë e falenderoj komunën në Skenderaj, i falenderoj gjitha institucionet që kanë ndihmu, që të më ndihmu. Kjo është arsyeja tash ky zot një e patë dhe ju më vjen keq, një burri më shumë, shkruan në Facebook, shan, në fyn. Jo, ne po pretendojmë që vërteta me dalë në shesh, për faktin se i njëjti e ka pranuar qysh në fazat fillestare pranimin e fajësisë që ka pranuar zotin Gocati. Neve kërkesa jonë është që institucioni i organizata e veteranëve të ushtrisë lirimtare nuk mund të cënohet dhe nuk mund të fyet nga asnjë individ në Republikën e Kosovës, të cilët kanë shtetësitë Republikës së Kosovës. Prandaj ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë në vazhdimsi edhe në raste të tjera, siç ju njoftoi kryetari, janë të hapura nga persona ndryshëm fizik, disa me akonte false ose fake, disa tjerë, por që neve kemi inicu procedurat për faktin se nuk kanë të ndalur.